Përshëndetje të nderuar televizionistë dhe ju të pranishëm këtu në këtë hapësirë Nektari, në emisionin e radhës Nektar, ku do diskutojmë mbi shëndetin mendor, për një shëndet të mirë mendor. Besoj që është dëshira e çdo njeriu që të merr recetat e duhura për të pasur një gjendje të mirë shpirtërore. Sot në çdo kohë, çdo periudhë, çdo shoqëri ka pasur krizat e veta. Kemi kriza shoqërore dhe kriza individuale. Njeriu është një gjithmonë në luftë me vetveten, është një parahati, në një metamorfozë të tillë të jetës, të vetëdijes së vet që asnjëherë nuk e le të qetë, por që e kërkon qetësinë, e kërkon relaksin, e kërkon lumturinë. Dhe pikërisht për këtë do të diskutojmë. Sot kam të nderuarin doktor neopsikiatër, doktor Ferit Agani, që është një herësh dhe ministër i shëndetësisë në qeverinë e Kosovës, dhe hoxhën e nderuar Ekrem Avdiu. Besoj, ju falenderoj fillimisht për ftesën, për përgjigjen pozitive ndaj ftesës sime për t'ju pasur në këtë emision dhe për trajtuar në minutat në vijim atë që besoj është provokoj një vëmendje të veçantë për çdo individ sot. Ne themi që janë shtuar problemet psiqike, e themi në përgjithësi këtë, po ju mund ta evidentoni. Vërtet janë shtuar problemet psikologjike sot të njeriut në këtë shoqëri, doktor? Fillimisht ju falenderoj për ftesën e marrë pjesë këtë emision dhe me diskutu për këtë temë që mendoj se është shumë relevante për shiqëuesit e këtij emisioni, sepse ka të bëjë me një dimension të shëndetit të njeriut i cili është ndërlidhur me gjitha aspektet e tjera të shëndetit, pra si me atë aspektin biologjik, organik, por po ashtu edhe me ato aspektet e mirëqenies sociale, funksionimi social të njeriut. Shëndeti mendor është ai i cili reflekton gjithë kompleksitetin e jetës së njeriut dhe në periudhën e pas luftës dhe veçanërisht si rezultat i periudhës së rënd të okupimit 10 vjeçar. Janë paraqitur shumë vështirësi psikologjike, pra shumë vështirësi të shëndetit mendor të qytetarëve, të cilët ata më parë nuk i kanë përjetuar. Në radhë parë për shkak të përjetimit të stresit kronik, psikosocial, tash të okupimit, më pastaj traumave të rënda, të luftës, të pastrimit etnik, gjenocidit që u ushtru në Kosovë dhe hulumtimet cilat janë bërë në periudhën e pas luftës, ku edhe unë kom marrë pjesë në 3 për këtyre hulumtimeve në vitin 1999, 2000 dhe 2005 kanë dëshmuar se shkalla e çrregullimeve vështirësive të shëndetit mendor në periudhën e pas luftës është rritur dukshëm. Konkretisht, ne kemi pas një prevalencë prej 22% të çrregullimit të stresit posttraumatik, që është njëra prej pasojave më të rënda psikologjike që lidhet me luftën, dhe 43.8% të distresit emocional ose çrregullimeve të ankthit, krahas 41.6% të simptomeve dhe shenjave të depresionit madhor të popullata mbi 15 vjet në Kosovë. Pra, mund të themi në një përgjigje të shkurtë se çrregullimet e shëndetit mendor, vështirësitë më mirë me thonë, të shëndetit mendor janë shtuar veçanërisht në ato dimensionet e çrregullimeve jo psikotike, pra jo smundjeve të rënda psikiatrike, por më tepër çrregullimet që mund të trajtohen, çrregullimet që mund të kontrollohen nëse fillojnë të trajtohen me kohë. Por natyrisht krahas kësaj ngritje të çrregullimeve emocionale, të ankthit, të depresionit dhe çrregullimeve të tjera shoqëruese, kem pas edhe paraqitjen e disa dukurive të cilat reflektojnë këtë gjendje të rëndë në aspektin emocional. Tu mund të themi se një prej indikatorëve më dramatik është tërfishimi i numrit të vetvrasjeve në vend. Po, do ndalim edhe në këtë temë. Dhe mendoj se këtu e kemi atë rrafshin e bisedës. Po, një pyetje për ju, hoxh i nderuar. Besimi është ndikues për një shëndet të mirë mendor apo është vetë shëndet mendor? Njeriu, sikur se e përmendi edhe doktori i nderuar, është një krijesë komplekse, qenie komplekse, që mendoj se çdo pjesë, çdo qelizë e trupit funksionon në kolektiv. Dhe nëse e marrim për shembull, u përmend shëndeti fizik, shëndeti mental, gjendja emocionale e kështu me radhë, e vrejmë se nëse syri e sheh një gjë, atëherë s'ka dyshim se e ndikon në disponimin e njeriut në përgjithësi, nëse veshja e dëgjon, nëse lëkura e përjeton. Dua të them se tërë qenia njerëzore është
është e gatshme e përgatitur që të ndikohet prej asaj që sheh edhe përjeton. Besimi realisht ka ardhur si përgjigje dhe ofertë për të gjitha këto aspekte. Çdo gjë e cila eventualisht mund ta mundojë njeriu, çdo pyetje me cilën mund të përballet ai në jetën e tij, padyshim se feja, Islami konkretisht i jep përgjigje për te. Kështu që mund të themi se oferta më e mirë për një shëndet mental të qëndrueshëm, madje jo vetëm mental, por edhe emocional, edhe fizik, edhe kështu me radhë, do të thotë Islami e jep një ofertë më të mirën, edhe si preventiv, edhe si shërim, padyshim. Sepse ka një problematikë, le të merremi me një prej versioneve të krizave psikologjike, siç është aspekti ekonomik, si mund ndikoj besimi pikërisht këtu, sepse kur kemi parasysh aspektin ekonomik, në mendje na shkon një aspekt shumë material, po themi, ndërkohë që në xhami nuk shpërndajnë para. S'ka dyshim, njeriu mund të jetë i varfër ose mund të jetë i pasur. Nëse është i varfër, ai ose do ta përballojë me zemërgjërsi këtë gjendje në cilën është gjendur, ose do ta përballojë me stres edhe me shumë mërzi edhe me shumë pikëllim. Mirë po, mungesa e zemërgjërsisë, a thua e bën atë të pasur në asnjë mënyrë jo. Në anën tjetër duhet gjithashtu ta kuptojmë se varfëria nuk është turp. Që jesh i varfër absolutisht nuk është marrë. Përkundrazi, njeriu çdo njeri ka dëshirë të jetë i pasur, mirë po ja që nuk ja dalin të gjithë të jenë të pasur. Me rëndësi është që njeriu atë që e ka në dorë, për arsye se gjendja ekonomike dhe sociale realisht spaku shiku nga këndvështrimi fetar, nuk është diçka që është në dorën tonë, është thjesht Allahu është ai i cili e paracakton një gjë të tillë më herët. Mirë, por ne duhet të pajtohemi me te, ndërsa të miremi me atë e cila është në dorën tonë dhe në bazë të asaj të përpiqemi t'ia bëjmë vetes një jetë të lumtur, qoftë edhe me mungesë materie, qoftë edhe me mungesë financa. Është një realitet i njohur, ka qenë gjithmonë në botë edhe sot e kësaj dite është që ka shoqërime të vërtet jo shumë të pasura, por që me një stabilitet shpirtëror mental, ndërkohë që kemi shoqëri me shumë pasuri, po themi aspekt material, por që me probleme. Mund ta sqaroni këtë detaj, këtë paradoks? Me krahasi, do të isha lidhur me fjalën e Hoxhës së nderuar se besimi i njeriut është një rrugë e strukturuar dhe të një dimension i qenies njerëzore i cili për shkencën bashkëkohore ende është i pakashëm. Ka dimensionin shpirtëror. Energjia shpirtërore e njeriut, pra në besimtar, është një energji e cila ka fuqi të jashtëzakonshme, e cila i jep stabilitet, e cila i jep një ndjenjë të përkatësisë, ndjenjë të marrëdhënies me një fuqi e cila është shumë më e madhe se ti personal. Pra, është një energji e cila i mundson njeriu që të transcendon problemet trupore, sociale, ekonomike, pra ti kalon edhe ti vjen në një nivel ai i jep kuptim jetës së tij. Edhe si i smur, edhe si i varfër, jep kuptim të plotë jetës së tij. Dhe në këtë kuptimsi që i jep jetës, ndjen vetëm më sigur, ka më shumë depresim, ka më shumë prodhashi. Dhe në këtë mënyrë ballafaqohet me sfidët e jetës në një nivel tjetër fiziologjik. Pra, kriza e besimit, kriza e identitetit shpirtëror, përjetimit të identitetit shpirtëror të njeriu, është krizë e botës bashkëkohore. Në shoqëritë në cilat është arritur që kjo energji shpirtërore të vetizohet, të racionalizohet, të shfrytëzohet për mirëqenien biologjike, psikologjike, sociale të njeriu, ato shoqëri është shumë stabile. Shoqëritë në të cilat ky dimension mundohet të tjetërsohet, të minimizohet, të anashkalohet. Pra janë shoqëri të cilat kanë dalë nga një shoqëri të organizuar mbi bazën e ideologjisë komuniste, me pasojat që po vazhdojnë të mbijetojnë. Këto shoqëri kanë kriza të shumta në sistemin e vlerave etike dhe morale që kanë rënjen në besimin, që kanë rënjen në identitetin fetar të tyre në shumicën e madhe të rasteve, por dimensioni shpirtëror shumë herë edhe nuk është i strukturuar deri në nivelin e identitetit fetar, por vetëm një përjetim i përgjithshëm. Pra po folim për gjithë popullatën në botë, pra për gjithë njerëzit që janë të përkasive të ndryshme fetare, e në mesin e tyre ka dhe ata të tillë që e kanë në dispozicion vetëm përjetimin e identitetit shpirtëror. Personal. Edhe ai si i tillë mjafton, edhe ai është shumë i fuqishëm, por
Kur ky identitet shpirtëror është i strukturuar në formë të një besimi, në formë të një identiteti fetar, siç e kemi ne në Kosovë, siç e kemi në popullin shqiptar, i cili është një identitet fetar i strukturuar në mënyra të ndryshme, në shumicën e madhe në formë të identitetit islam. Këto identitete japin një stabilitet të fuqishëm, një mundësi të madhe për individin që të ballafaqohet me sfidat e jetës. Dhe tash po flas për shumicën e madhe të qytetarëve të vendit, pra të cilët janë të besimit islam. Aty kemi pasuri të tilla të normave, të sjelljes dhe të marrëdhënieve ndërmjet njerëzve brenda familjes dhe në relacion me të tjerë, dhe jo vetëm me të tjerë brenda fesë vet, por edhe të feve të tjera dhe komuniteteve të tjera. Pra diversiteti i cili kultivohet dhe respekti për diversitet, mendoj se paraqet një bazë të jashtëzakonshme për me fuqizu këtë identitet shpirtëror të qytetarëve dhe mbi këtë bazë pastaj të arrijë edhe mirëqenien e shoqërisë. Mirë, do bëjmë një pushim të shkurtër në sqarimet tuaja, sepse do të kemi një hapësirë publike. Hyundai Electronics, the power of quality. Produktet e brendit të njohur korean Hyundai tashmë edhe në Kosovë. Aktiv, distributor ekskluziv. Zemër flokët e mia ishin krejta lidhje, kur qysh nuk mundja me I rregullu. Flokët të shëndetshëm me Hobi shampon dhe balsam. Reati e pa imagjinueshme me Daikin. Freski nga frutat Relax. Oferta suksesi. Bidëmi shpallje në javë, nga mërkura deri të dielën, të gjitha shpalljet falas. Çdo javë shpallje të reja, ngjyrë re, shans I ri. Mos e humbisni. Hyundai Electronics, the power of quality. Produktet e brendit të njohur korean Hyundai tashmë edhe në Kosovë. Aktiv, distributor ekskluziv. Për një shëndet të mirë mendor, është metafora e dritës në fund të tunelit. Pra kemi një tunel të errët dhe gjithmonë kërkohet një dritë, që ka të bëjë me vizionin e së nesërmes, me atë çfarë na pret. Dhe mund themi, besoj që një prej shkaqeve të depresionit tek shumë njerëz është ajo drita e munguar në fund të tunelit. Çfarë është drita në besim? Sa është kjo dritë dhe çfarë është kjo dritë që influencon dhe ndikon pozitivisht tek njeriu që të orientohet drejt në jetën e vet, për dalur pastaj tek elementi I vetvrasjes, pra tek fenomeni I vetvrasjes që është dhe pjesë e kësaj, pra mungesa e dritës në fund tunelit. Të gjithë njerëzit pa përjashtim e kanë një emërues të përbashkët, e kanë një status të përbashkët. Ajo është se janë, unë I quaj krijesa dhe qenje me aftësitë kufizuara. Fundja secili njeri I ka aftësitë e kufizuara. Megjithatë, e vrejmë se njerëzit që janë në halle dhe në telashe, shpesh herë ndijnë nevojë që të shkojnë t'i rrëfehen, ta quaj një kolegu të vet në njerëzi, një prap personi me aftësitë kufizuara thjesht vetëm t'i rrëfehet ose eventualisht kërkoj një mbështetje prej tij. E kam një hall kështu edhe kështu, a ka mundësi të më dalësh në ndihmë? Edhe mua personalisht si hoxh më rastis, do të thotë në përvojën time, që njerëzit vinë edhe thjesht në momentin që rrëfehen, I tregojnë hallet e veta, u duket sikur janë lehtësuar shumë, sikur e kanë shkarkuar prej supeve të veta një barë shumë të madhe. Tash paramendon njeriu pas ka nevojë të shkarkohet prej halleve, prej barëve të ndryshme, qoftë edhe duke ja treguar dikujt ato. Paramendoje, për shembull, njeriu I cili e ka gjetë adresën e duhur dhe jo te njeriu, jo te hallexhiu, por I ankohet ose I rrëfehet atij I cili nuk ka halle, atij I cili ka kompetencë, pushtet, sovranitet që t'i zgjidhë të gjitha hallet dhe problemet e njerëzve. Ky është Zoti fuqiplot, krijuesi absolut I kësaj gjithësie. Dhe njeriu kur I parashtron ankesat e veta para Allahut fuqiplot, gjithsesi ndihet më I relaksuar, më I lehtësuar, më I liruar. Mirë, po çfarë ndodh me këtë njeri dhe ku është bindja e tij? A është çdo kërkesë e jona e cila me automatizëm plotësohet prej Zotit? Sigurisht jo. Mirë, po I kemi mësimet e të dërguarit ton Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, I cili na tregon se lutja jon, në momentin që ajo del, në momentin që ajo lansohet, I ka 3 alternativa ku çdo njëra është më e mirë se tjetra dhe ne realisht nuk jemi në gjendje të vlerësojmë se cilën do ta zgjedhnim. Ose
do të përgjigjet Zoti ashtu sikur se kemi kërkuar, pra do të na e plotësoj dëshirën dhe do të na ndihmoj ta tejkalojmë situatën, ose si kompenzim do të na dhurojë diçka cilën nuk e kemi kërkuar, por mund të jetë më e mirë për neve, ose Allahu i madhruar do ta rezervoj përgjigjen për një kohë në cilën do të na duhet më tepër. Dhe paramendo si do të gjendet, si do të ndjehet një njeri i cili e ka këtë bindje. E ke hallin, fundja jeta nuk mund të paramendohet pa halle, pa probleme. Të gjithë njerëzit kanë halle. Madje nëse dikush gabimisht mendon se pasuria dhe mirëqenia sociale është parakushti i lumturisë, gabon për arsye se hallexhinjt më të mëdhenj në botë janë njerëz të pasur. Madje problemet më të shumta i kanë njerëzit me pushtet. Për çfarë arsye? Për arsye se atyre u bin hise edhe hallet e tjerëve, hallet e masave të gjera e kështu me radhë. Kështu që nuk mund të paramendohet jeta pa halle, pa probleme, njeriu i cili ka gjetë adresën ku t'i shkarkoj ato dhe prej ku pret, mendoj se është më i lumtur dhe e ka gjendjen më të mira. Dhe të vim tek fenomeni i vetvrasjes që është një fenomen ekstrem. Madje ka dy palë të kundërta rreth vetvrasjes. Nga ato që thonë që është një akt dopsie, po ka nga ato që thonë që jo, është akt trimërie, akt burnie. Të vendosësh t'ja japësh vetes nuk është gjë e vogël. Mund t'i bëni ju një shpjegim më të thukët dhe më të qartë se kur e nditet vetvrasja, fillimisht tek aktet e burnisë apo të dopsisë, pse vin ky fenomen dhe a është zgjidhje me të vërtetë vetvrasja? Me siguri që vetvrasja s'është asnjëherë zgjidhje, dhe është në kundërshtim të drejt për drejt me fjalët e Zotit Madhreshëm, i cili në Koranin famlar thotë se nuk guzoni që të merrni jetën vetes, sepse Zoti i juaj është i mëshirshëm ndaj jush. Prandaj vetvrasja nënkupton shkputjen e këtij komunikimi. Kjo është tragjedia më e madhe për njeriu. Shkputja e komunikimit me Krijuesin e Madhreshëm, me Allahun e Madhreshëm. Dhe në momentin që ndërpritet ky komunikim, atëherë përfundimisht njeriu e humb komunikimin me shpirtin e tij, që është prej Zotit, i cili është në trupin e tij prej Krijuesit. Dhe ky është momenti më dramatik për njeriu dhe diçka që me të vërtetë nuk guxojmë që ta lejojmë. Është fakt i mirë njohur shkencor se në shumë besime monoteiste, veçanërisht në Islam, prevalenca e rasteve të vetvrasjes është ekstrem e ulët. Mu për shkak të kësaj lidhje të fuqishme që besimtarët islam musliman e kanë me Krijuesin e Madhreshëm. Por edhe besimtarët e feve të tjera, thash monoteiste, të cilët e respektojnë këtë lidhje të fuqishme të drejt për drejt midis Krijuesit, sepse midis njeriu dhe Zotit nuk ka ndërmjetës. Tash, pse ndërpritet ky komunikim? A është kjo çështje e vullnetit njeriu, dëshirës së tij? Në shumicën e madhe të rasteve, në bazë të hulumtimeve po folim, mbi 90% të rasteve të vetvrasjeve, nuk është ky vendim i vullnetshëm i njeriu. Është rezultati i smundjes, është rezultati i çrregullimeve që shumë herë kanë edhe rënje gjenetike, pastaj depresioneve madhore, çrregullimeve të rënda psikotike, të cilat në moment të caktuar e ndërprejnë lidhjen e njeriu me shpirtin e tij dhe nëpërmjet ti natyrisht me Krijuesin e Madhreshëm. Dhe vjen deri te akti i vetvrasjes që shumë herë është i paqartë. Shumë herë kemi raste të vetvrasjes kur familjet e kanë plotësisht të paqartë pse ka ndodhur një gjë. Po ka ndodhur dhe një rast fundi para disa ditësh, është vajza një aktorit të njohur në Shqipëri që nuk ka pasur asnjë shenjë depresive, është dhe rasti një arkitekti të njohur një vit më parë, po ashtu që nuk kishte shfaqur asnjë shenjë depresive dhe në një moment caktuar ka vrarë veten. Kemi edhe raste të tilla. Sigurisht, vetvrasja është një mister, shkenca ende nuk e ka jap shpjegimin përfundimtar, por unë isha përqendruar në këtë dimensionin e parandalimit. Dhe edhe një kisha theksuar se fuqizimi i besimit, fuqizimi i identitetit shpirtëror të njeriu, mundësisht në nivelet të strukturimit të qartë fetar, besimit pra në Zotin e Madhreshëm me një kodeks të caktuar, i cili ka kuptim. Shumë fish e parandalon mundësinë e vetvrasjes. Njeriu i cili ka besim, njeriu i cili është i mbështetur në Krijuesin, në Zotin e Madhreshëm, ai njeri sfidën e jetës e shfrytëzon si një moment të rritjes personale. Pra e kupton si një sprovë të cilën duhet dhënë, si një provim që duhet dhënë dhe me tejkalimin e atij provimi praktikisht e ndërton veten edhe më shumë e ngrit veten në një shkallë më lartë.
ai i cili nuk e ka besimin e formuar, ai nuk e ka këtë armë në dorë të vetë, dhe shumë herë dëshprimi i momentit, i ballafaqimit me një realitet të rëndë, qoftë ai biologjik, individual, pra fizik, qoftë ai social, kurshëzon edhe atë që në moment të vinë në shprehje ato potenciale gjenetike, patogjene të smundjes, e cila ekziston brenda njeriut dhe të krijohet një lidhje shkurt midis realitetit të jashtëm dhe të brendshëm, i cili mandej shkakton edhe atë akt tragjik. Tek raporti të jetosh apo mos të jetosh, kemi, si më thënë, një dominim të arsyeve për të jetuar, apo kemi absolutisht një dominim të arsyeve për të jetuar, raport me arsyet për mos jetuar që janë në kuotat 0. Ku është dhe si duhet jetë? Cili prej neve e ka zgjedhë të jetoj ose të lindë? Asnjëri prej neve. Derisa lindjen nuk e kemi zgjedhur, ekzistencën nuk e kemi zgjedhur, na ka krijuar Zoti, atëherë as vdekjen nuk mund ta zgjedhim. T'ia lajmë edhe këtë kompetencë Zotit, përndryshe do të përziheshim në një kompetencë cilën hipotetikisht them edhe po patëm mundësi se bartim dot. Edhe po që e mundur të na e jap Zoti, nuk e përballojmë dot. Jeta e njeriut është një ndër gjërat konkrete të cilës Islami i ka dhënë shenjtrinë më të madhe. Nuk ka diçka më të shenjtë se sa jeta e njeriut. Nuk është as objekti, nuk është as xhamia, nuk është as çabeja. Domethënë, cënimi i jetës njeriut është krim i madh. Të jetë një njeri i largët që nuk e njohim, nuk na lidh asgjë me te, jeta e tij për neve është e shenjtë dhe nuk guxojmë ta vrasim. Domethënë, vrasja në këtë rast është krim shumë i madh. Afërsia më e madhe, pesha e këtij krimi bëhet akoma më e madhe, derisa të arrijë njeriu tek vetvetja. Kur arrin të vetvetja, atëherë pesha bëhet maksimale. Mirë po, ne derisa flasim për vetvrasjen, a ka ndonjë i vetvrarë që na dëgjon? Jo, sigurisht. Për arsye se ata kanë kaluar një botë në cilën nuk mund të komunikojmë ne tani me ta. Mirë po, e përmendi doktori çështjen e parandalimit dhe mendoj se kjo është shumë e rëndësishme. Pse njerëzit vetvriten, unë kam menduar shumë gjatë, madje kemi patur edhe debate shkencore mu me doktor Feridin. Njerëzit vetvriten, unë mendoj vetëm për shkak se nuk shohin alternativë tjetër. Do të thotë nuk shohin mundësi për të jetuar. Atëherë a është më mirë të jetosh apo të vdesësh? Nëse Zoti ka zgjedhur për ty që të jetosh, më mirë është të jetosh. Nëse Zoti ka zgjedhur për ty të vdesësh, ti do të vdesësh edhe nuk ke mundësi zgjedhje. Mirë po, sprovat, hallet, telashet me të cilat përballemi duhet përjetuar, duhet shikuar në kuptimin pozitiv. Për çfarë arsye? Nëse je i sëmurë, prit se do të shërohesh, do të thotë pas asaj gjendje në cilën ndodhesh, pason shëndeti. Nëse je i varfër, do të pasurohesh, nëse je në krizë dhe ngushtësi, do të zgjerohet, do të jeta është në lëvizje çdo çast. Jeta është në lëvizje edhe në ndryshmëri të realiteteve. Sikur se thot Kurani fam madh, pas çdo vështirësie vije lehtësimi. Do të thotë njeriu kësaj duhet shiku pozitivisht. Më lejo vetëm edhe këtë ta them. Cila është përgjegjësia ime, cili është faji im si njeri i cili po flas tani, cila është pjesa ime e përgjegjësisë në veprën dhe përgjegjësinë e një njeriu i cili është vetvrar. A jam unë fajtor pse është vetvrar filani dje ose pardje? Mendoj ne si shoqëri duhet të mendojmë kësaj. Nëse dikush është vetvrar për shkak të gjendjes ekonomike dhe financiare, jemi fajtor sigurisht, për arsye se Islami nuk na e lejon të flejmë të ngopur derisa fëqiu ynë është i uritur. E lere më të mendoj ai që të vetvritet, ndoshta dikush edhe mendon edhe për shkak të halleve të këtilla. Nëse dikush ka çfarëdo lloj telashe dhe ne nuk i kemi dalur në ndihmë. Edhe pse e kam prapë po i referohem doktor Feridit, e kam të dëgjuar prej tij se njerëzit me prirje suicidale japin mesazhe, japin porosi se dëshirojnë të vetvriten. Ne vetëm duhet të shifrojmë ato mesazhe dhe t'i kuptojmë drejt. Ata ose tërhiqen vetvete, ose izolohen, ose nuk flasin, ose sjellja e tyre ndryshon, ose kështu me radhë. Tash ne ta kemi një njerëz të tillë në rrethin ton, familjen ton, fqinjsinë ton. Edhe të mos interesohemi për hallet eventuale që ka. Të mos përpiqemi të komunikojmë me te, ai ndoshta është mbyllur, ndoshta nuk flet, po ta gjejmë mënyrën si të komunikojmë me te. Nëse nuk e kemi bën një gjë të tillë, atëherë në vdekjen e tij jemi fajtor të gjithë së bashku, ndoshta më spaku ai për arsye se mund të ketë qenë i jashtë vetvetes, sikurse u përmend edhe prej anës së doktorit. Po ekziston edhe një paradoks tjetër që është ambienti i përgjithshëm social i rënduar, si nga pikpamja e marrëdhënieve njerëzore, ashtu dhe nga pikpamja, po themi, urbanistike. Ndërkohë që ka vende me shumë, po themi, komoditet jetësor,
si nga pikpamja njerëzore, si nga pikpamja ambientit të përgjithshëm, por që fenomeni i vetvrasjeve ekziston. Pra, është një fushë komplekse. A ka të bëjë kjo direkt me njeriu më tepër se sa ambient, pra me marrëdhënie njerëzore për të gjetur shkaqet, njeriu ndihet i vetmuar sot. A është kjo një prej arsyeve? Sepse lidhjet, raportet, për shembull, nga pikpamja fetare mund të sqaroni shumë mirë se ç'janë lidhjet farefisnore, familja, lidhjet shoqërore të cilat bëjnë të mundur një ambient më të shëndetshëm për individin. Një prej proceseve më do me thonë se në kuptim të patogjenezës çrregullimeve të shëndetit mendor me vetvrasjen si kulmin e dështimit të mekanizmave mbrojtëse në këtë fushë është izolimi social. Dhe jemi koshient se shoqëria bashkëkohore është një shoqëri shumë dinamike, një shoqëri në cilën sfera materiale definitivisht e ka mbizotru sferën shpirtërore. Dhe një shoqëri në të cilën njeriu ka shumë pak kohë, madje edhe për anëtarët e familjes së ngushtë, lere më për familjet e gjëra. Kjo reflektohet në mënyrë dramatike në shoqëritë çfarë ka qenë shoqëria shqiptare. Në shoqëritë ku ka pas familje të zgjeruara, ku ka pas marrëdhënie shumë të fuqishme ndërmjet anëtarëve të familjes, ku interaksionet sociale, emocionale ndërmjet anëtarëve të familjes ka qenë shumë të pasura. Me një familje kanë jetuar 3 gjenerata, ndonjëherë edhe 4 gjenerata. Mundi me paramendu se çfarë pasurie marrëdhënieve është kjo. Dinamika e jetës së sotit, e cila këto marrëdhënie po i shndron në marrëdhënie virtuale, nëpërmjet internetit, në faqe sociale, në komunikime nëpërmjet fotografive, ku ka pak fjalë, ku ka pak komunikim drejt për drejt, kontakt drejt për drejt, e stimulon izolimi social. Izolimi social është rruga më e shpejt për të ardhur në shprehje gjitha ato potenciale patogjene të smundjes brenda individit. Sepse njeriu i ka këto potenciale me veti, edhe në gjenet e tij, edhe në konstruktin e tij biopsikosocial. A do të vjen në shprehje smundja apo jo? Varet prej njeriut. Natyrisht prej vullnetit të tij dhe dëshirës së tij që të jetë në raport me veten fillimisht, me qenien e tij shpirtërore, nëpërmjet saj me Zotin e Madhreshëm. Dhe nëse e ndërton këtë raport, kjo është një pasuri e madhe për njeriu. Njeriu që ka këtë marrëdhënie nuk është i vetmuar, ai nuk është i izoluar. Izolimi social që imponohet nga jeta e përditshme nuk mund të mërrijë atë shkallë në cilën ai do të tjetërsohet nga vetja. Dhe mendoj se këtu është ajo esenca e çështjes dhe përgjegjësia sociale e jona sot që ndron atë se mu më duket se jemi duke bërë një gabim të madh. Një gabim për cilin unë personalisht dhe me ata shokët që kam qenë rrethuar me miq që kemi diskutuar këtë çështje me vitet e tëra, e kemi theksuar, potencuar në gjitha nivelet. Çështja e arsimimit fetar, edukimit fetar në shkollat fillore dhe të mesme, vetëdijsimi i trive për qenien e tyre shpirtërore, për fuqitë e tyre shpirtërore, për këto fuqi gjatë historisë, shembujt, mësimi për to, mësimi për Zotin e Madhreshëm, mësimi për të dërguarit e Allahut. Këto janë pasuritë e jashtëzakonshme të cilat për cilave ne jemi ka privojmë rinin, shumicën e madhe të rinis. Dhe në këtë mënyrë po i privojmë ata për një mekanizmi të fuqishëm mbrojtës. Nga ky presion për t'i izoluar njerëzit në aspektin social, për t'i larguar nga vetja, duke krijuar marrëdhënie virtuale me realitet. Mirë. Do të kemi edhe një hapësirë tjetër publicitare për ta vijuar prapë bisedën. Hyundai Electronics, the power of quality. Produktet e brendit të njohur korean Hyundai tashmë edhe në Kosovë. Aktiv, distributor ekskluziv. Rehatije pa imagjinueshme me Daikin. Oferta suksesi. Bidëmi shpallje në javë, nga mërkura deri të dielën, të gjitha shpalljet falas. Çdo javë shpallje të reja, ngjyrë re, shansi i ri. Mos e humbisni. Hyundai Electronics, the power of quality. Produktet e brendit të njohur korean Hyundai tashmë edhe në Kosovë. Aktiv, distributor ekskluziv. Rikthehemi në studio për të bërë bisedën me lidhje me shëndetin mendor. O gjinderuar, izolimi social, tha doktori në lidhje me një prej arsyeve që e çon njeriu në depresion dhe më pas ekstremisht në vetvrasje. Sa ndihmon besimi për eliminimin e izolimit social, për shembull jeta brenda bashkësisë? Çfarë pakete etike, morale, këshilla shka për ta eliminuar, pra për ta bërë
që njeriu të ndjetë mirë në bashkësinë e vet, të ndjetë i shoqërueshëm, të ndjetë i ngrohtë, të ndjetë i përkrahur. Pra gjithë ato arsye dhe shkaqe që eliminojnë izolimin social. Besimi islam u ka shpall luftë spari të gjitha dallimeve eventuale të cilat mund të bëhen në mes njerëzve. Pra, ngjyra e lëkurës, gjuha e cila flitet, gjendja sociale, ekonomike e kështu me radhë, madje edhe niveli i arsimimit, absolutisht nuk janë pengesa që njerëzit të rrinë edhe të bashkëjetojnë. Islami e ka parapar një dallim i cili realisht prap nuk bën diferencimin mes njerëzve, ajo është devotshmëria dhe vlerat e moralit, sjellja e kështu me radhë, që prap nuk ka pengesë që njeriu më i devotshëm të rri edhe të shoqërohet me njeriu më pak të devotshëm e kështu me radhë. Islami në përgjithësi më tepër e ka favorizuar shoqërimin sesa izolimin. Izolimi vije si alternativë vetëm në raste skajshmërisht ekstreme, sikurse i dim ne për shembull nga përvoja jone e përditshme. Ti je student, po e zon, edhe ke shoqëri, ke dëshirë të rish me ta mirë, po për shkak se e ke një provim do të izolohesh prej tyre për të mësuar. Thjesht janë raste jashtëzakonisht të veçanta. Pjesa tjetër e jetës do të jetohet në bashkësi. Zoti i Madhruar e ka krijuar Ademin a.s. në dunja, në xhennet mas pari, edhe ai nuk u bë rahat pa ja kriju edhe palën e vet me i bë çift e pastaj ata të shumohen. Kjo është një begati të cilën Zoti e potencon në Kur'an shumë, edhe fuqishëm. Njerëzit besimi i ka motivuar fetarisht që të jenë shumë të gatshëm për t'i dalë në ndihmë njëri tjetrit. Çfarë do halli? Unë mendoj errmirë se kemi shumë problem se shumë njerëz kanë problem se s'kan kujt t'i çajnë hallet e veta. Ndërsa i dërguari Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thot, ai i cili i ja largon një hall një muslimanit, ai i cili i ndihmon në një ngushtësi një muslimanit, Allah do t'ja largojë një hall atij, Allah do t'i ndihmojë atij që t'i kalojë ngushtësitë dhe vështirësitë e ditës së gjykimit e kështu me radhë. Mos flasim pastaj për atë solidaritetin cilin vetëm se e përmendëm kalimthi. Kontaktet virtuale të cilat na i mundson për shembull përparimi teknologjik në kohën e sotme. Çka u mungon aty? U mungon ngrohtësia. Nuk është njëjtë sikur se dëgjohemi nëpërmjet telefonit ose shihemi nëpërmjet mënyrave të ndryshme, sikur kur qëndrojmë bashkë edhe pim kafe. Ne ndoshta komunikojmë duke pi kafe mirë, por nuk e ka efektin e njëjtë sigurisht. Ajo afërsi, thjesht shtrëngimi i duarve që e preferon Islami, buzëqeshja, çelja e fytyrës e kështu me radhë. Një buzëqeshje unë mendoj se ndoshta një njeriu është në gjendje të ndrojë një disponim. Një fjalë mirë ndoshta do ta bëj atë që të heqë dorë nga një veprim cilën e ka para planifikuar që mund të jetë shumë i shëmtuar. Thjesht, unë e vrej prap po i referohem përvojës sime e cila megjithatë është shumë modeste. Një fjalë që i thuhet një njeriu, po problemi yt megjithatë që ka i vogël, problemi yt ka zgjidhje. Një fjalë e këtillë mendoj se e bën atë të ndihet shumë më lehtë dhe shumë më mirë. Përfundimisht, nëse mund vetëm të Po, ndërlidhem mund ta vazhdosh, ndoshta unë kishe një pyetje po. Profesional. Po nisëm si psikiatër i cili ende është me pacientët, s'u mda asnjëherë për tyre dhe me mia njerëz ku bisedu, me njerëz që kanë pas halla të cilat momenti ju kanë duke të pa imagjinueshme dhe pa kapërsyeshme. Është shumë e vërtetë ajo që duhet ditur se problemet e shëndetit mendor janë në shumicën më të madhe të rasteve, probleme lehtë të kapërsyeshme. Duken dramatike, por janë probleme të cilat në esencë mund të shumë lehtë të kalohen. Mekanizmat ekzistojnë mënyrat e trajtimit. Folëm edhe për rëndësinë e dimensionit shpirtëror të njeriut, dhe bashkëpunimin mes profesionistëve, mes mjekëve, psikiatrëve në raste më të rënda, hoxhallarëve, personave të tjerë fetar, të besimeve të tjera ku ekziston besimi i qytetarit ndaj tyre. Ky bashkëpunim është esencial dhe ne duhet ushqyer këtë bashkëpunim. Dhe këto tema duhet biseduar më tepër dhe duhet shpjeguar njerëzve që në shumicën e madhe të rasteve, problemet më të thjeshta, siç janë pengesat me frymëmarrje, pengesat me gëlltitje, kokëdhimbje të ndryshme, problemet me gjumë, mendimet e këqija, idetë e dhunshme që vijnë kokë pa vullnetin e tyre. Janë probleme të kapërcyeshme, janë probleme të cilat nuk kanë fuqi me çrregullu jetën e individit. Janë smundje të zakonshme. Çrregullimet e shëndetit mendor, këtë dua ta theksoj dhe të jetë shumë e qartë. Pa marrë parasysh çfarë shkaku etiologjik, çfarë shkaktari i ka shkaktuar. Pa marrë parasysh, gjithmonë janë probleme biologjike, organike. Bëhet fjalë për çrregullime në nivelin e qelizave nervore, ndërmjet qelizave nervore, në sistemet e neurotransmiterëve që i bartin impulset. Një ulje e sistemit serotoninergjik ose një ngritje e sistemit dopaminergjik shkakton çrregullime në disponim ose në mendime. Dhe këto janë të dëshmuara në mënyrë shkencore.
Prandaj, kombinimi i trajtimit medicinal, mjekësor, i cili ka arritur me të vërtet shkallat të larta të sofistikimit, me medikamente të cilat nuk kanë efekte anësore, janë të lehta, nuk krijojnë varësi në shumicën e madhe të rasteve, me bashkëveprimin me autoritete, veçanërisht relevante për shoqërinë tonë kosovare, me autoritete fetare, pra me personalitete të cilët cilësohen me një qiltërsi, pastërti shpirtërore dhe dije teologjike, dije fetare. Në këtë rast po folim për shumicën e rasteve me imam, me njerëz, me hoxhallar, pra njerëz të cilët kanë njohuri për këto probleme. Unë mendoj se ky bashkëpunim përfundimisht dhe shumë shpejt do t'i liron njerëzit nga shumë ngarkesa. Duhet zhvilluar këto sisteme, kemi shumë punë për të bërë në këtë drejtim, mendoj se ekzistojnë të gjitha parakushtet, por një porosi është gjithë atyre të cilët kanë vështirësi të shëndetit mendor që mos t'i marrin ato dramatike. Janë dy frika kryesore që njerëzit i prekin. Është frika nga çmenduria, mos po hupi mendjen, po hupi kontrollin mbi realitetin dhe mos po vdes në momente të caktuara kur kjo frikë është intensive. Ata që frigohen kështu, asnjëherë nuk e përjetojnë, as të parën as të dytën. Vetvrasja ndodh te ata të cilët nuk e kanë këtë problem, në shumicën e madhe të rasteve. Doktor, nga që fenomeni ngërthen dhe shtresa dhe mosha të ndryshme, mund themi që është bërë dhe joshi intelektuale në një pjesë, duke parë modelet e disa kokave të mendimit botror, të letërsisë botrore, të artit botror që kanë shkuar drejt vetvrasjes, nga njerë bëhet edhe joshi ky akt. Ashtu është atëherë kur humbet thash modeli i sjelljes, atëherë kur humbet kontakti me udhëzimin nga Zoti i Madhreshëm, atëherë kërkohen modele të tjera, sepse njeriu vetëm nuk mund të ekzistojë. E mandej modelet janë gjithmonë insuficiente, gjithmonë janë matë papir. Dhe për ta përfunduar bisedën dhe të gjithë emisionin që i kushtohet shëndetit mendor, me që ju si hoxh trajtoni dhe sferën e jetës pas vdekjes që është një pjesë qenësore dhe thelbësore e besimit, njeriu që vetvritet, çfat e pret? Është e mirë, them unë, në atime që njeriu du ta di, sepse mund të kemi njerëz të tillë që mendojnë që do të shkojnë në shuari të plot, në boshllëk. Është mirë që edhe ju t'jepni versionin të cilit i besoni se është i vërteti. Gjithmonë me shumë keqardhje e trajtoj temën e vetvrasjes. Për dy arsye. Arsyeja e parë është pse ndodh ajo, megjithatë vetvrasja është shumë e hershme. Do të thotë nuk është një gjë e cila na ndodh vetëm neve. Edhe arsyeja e dytë është për shkak se personat të cilët ndoshta do t'i meritonin këto fjalë nuk kanë mundësi t'i dëgjojnë, sikurse e përmenda më herët. Sigurisht që Islami në mënyrën e tij të edukimit të njerëzve i parashet dy mënyra kryesore. Njëra është ajo e joshjes, kur u tregon njerëzve se kush e bën këtë punë, e ka këtë shpërblim e kështu me radhë, edhe mënyra tjetër është mënyra e friksimit që gjithashtu është prapë shumë normale dhe njerëzore, për arsye se gjitha fundjat, gjitha sistemet njerëzore funksionojnë kësaj. Edhe për vetvrasjen, pra kemi paralajmërime shumë të rrezikshme. Vetëm më lejo të them se për ata që janë vetvrarë nuk gjykoj, nuk them se do të shkojnë në xhehenem ose kështu me radhë. Mirë, po për njerëzit e gjallë, Islami thotë mos u vetvritni se shkoni në xhehenem. Edhe mendoj se kjo ka dallim mes të parës edhe të dytës, çka po them unë. Ajo që Islami e ofron e unë e parapëlqej shumë, është për shembull një praktikë shumë e thjeshtë që i dërguari Allahut e ka praktikuar kur ka shku për të vizituar smurët, edhe mendoj se mjekët e aplikojnë me të madhe këtë, ajo çasja s'pas ke gjë, pastrimi inshallah. Do të thotë smurit edhe njeriu me probleme spari do të thonë nuk qenë ka problem ky ytje. Sigur se tha doktori, mos u frikso se as nuk keme vdek, as nuk keme u çmend. Nuk është smundje e rëndë, është komplikim i çastit i cili kalon shumë lehtë me lejen e Allahut. Andaj duhet përpjekur që njerëzve t'u lehtësojnë problemet, por njëkohësisht edhe t'i friksojmë. Edhe unë shpesh pyetem, ka pas raste njerëzit mi besojnë problemet, nga njerë dhe publikisht në televizion, në emisionet të drejt për drejta, pyet thotë vinë disa mendime për t'u vetvra. Edhe unë, me të gjitha mundësit që mi ka dhënë Zoti, përpiqem ta bëj pishman pse ka mendua ashtu edhe pse ka thonë ashtu. Për arsye se është turp një njeri
sidomos të moshës re, se të vjetrit mendoj se ma vështirë mendojnë gjonat këtilla, të mendoj për të vetë vra, kur i ka 100.000 alternativa, e çdo njëra prej tyre është më e mirë se vetë vra. Po, është momenti për një hapësirë tjetër publicitare. Hyundai Electronics, the power of quality. Produktet e brendit të njohur korean Hyundai tashmë edhe në Kosovë. Aktiv, distributor ekskluziv. Rati e pa imagjinueshme me Daikin. Freski nga frutat Relax. Oferta suksesi. Bidëmi shpallje në javë, nga mërkura deri të dielën, të gjitha shpalljet falas. Çdo javë shpallje të reja, ngjyrë re, shans i ri. Mos e humbisni. Rikthehemi sërish në bisedën tonë kushtuar shëndetit mendor, por që kemi prekur edhe temën e vetvrasjes, që është një alarm sot për shoqërinë dhe për jetën njerëzore. Ne jemi në një moment, mbasi kemi sqaruar disa aspekte, diskutohet që gjithmonë ka për të diskutuar, është një fushë shumë e gjerë për të ezauruar në disa minuta. Megjithatë, le të mendojmë për momentin që përballë jush është një njeri që ka vendosur të vetvritet për arsye të ndryshme, dhe cila do ishte ajo këshill sa njerëzore aq edhe profesionale për këtë individ. Nuk e kanë të vështirë me paramendu këtë individ, sepse thash në baza javore gjendem shumë herë para tyre. Dhe ajo që mund të them, çdo njeri i cili të shkojnë në për mendime, diçka e tillë, se këto mendime janë të pabazuara, janë të paarsyeshme, janë mendime të panevojshme, ka shumë alternativa, ka shumë mundësi që të ndihmohet. Fillimisht duhet përkujtuar lidhjen e tij me Zotin e Madhërisht. Fillimisht me shpirtin që e ka në trup. Dhe të kuptoj që kjo jetë është sprovë. Si sprovë, është mundësi për mu rrit personalisht, për mu zhvillu, për mu ngrit një shkallë më tutje. Dhe çdo vështirësi është mundësi e rritjes. Dhe në këtë proces nuk është i vetmuar, ose e vetmuar. Janë mjekët, janë psikiatrët, janë psikologët, të cilët kanë njohuri të mira për këto probleme. Ka medikamente që e lehtësojnë mundimin, mendime të rënda, ndjenja të rënda, ngrisin vullnetin, ngrisin vetbesimin, sigurinë, i largojnë ato mendimet kota. Janë personalitetet fetare, të cilat kanë njohuri të jashtëzakonshme. Ka der Zoti me pas me qindra sot njerëz të shkolluar me njohuri të ngritura fetare, që munden nga aspekti fetar me i ndihmu në rrugtimin e tyre të kthimit të besimit në vete, të fuqizimit të identitetit të tyre shpirtëror, dhe në këtë mënyrë si hap të parë edhe ka shërimi përfundimtar. Unë kom pas në jetën time profesionale, si vjetë bëhen 30 vite, që punoj me njerëz që kanë probleme, me vështirësi të ndryshme shëndetit mendor. Gjatë kësaj periudhe kom pas jashtëzakonisht shumë raste të personave që kanë pas tentimet vetvrasjeve. Por fatkeqësisht edhe 2 raste në këtë periudhë kohore të cilat kanë përfunduar me vetvrasje. Pacientë të mi të cilët unë i kom trajtuar me vitet e tëra. Dhe t'ju them drejtën, ato momente i kom përjetu si humbje personale, i kom përjetu si një vështirësi të madhe dhe si humbje shoqërisë përgjithësi. Duhet bërë më tepër edhe na si shoqëri, por qytetarët, të cilët kanë vështirësi të natyrës së tillë, t'jenë të bindur se sot nuk është koha e para 50 viteve, kur me të vërtet kanë qenë ballafaqësuar me një situatë ku nuk kanë pas ku të kërkojnë ndihmë dhe të marrin ndihmë. Sot ka mundësi të shumta dhe udhëzimi i parë është që të kërkohet ndihma. Fillimisht te mjekët, te profesionistët shëndetësor, të cilët i kuptojnë këto probleme në mënyrë të strukturuar dhe në mënyrë të plotë, po ashtu edhe te personalitetet fetare, të cilat janë në gjendje me e jap ndihmën e parë shpirtërore, emocionale, edhe t'i udhëzojnë pastaj te profesionistët mjekësorë. Dhe kështu në një bashkëveprim të dilet nga ato probleme. Këto janë probleme shëndetësore, si çdo problem tjetër. Nga përvoja juaj si drejtues fetar, si hoxhë, keni pasur shembuj të
të njerëzve të cilët u kanë ardhur me probleme mjaft të rënda, ndoshta kanë qenë në prag të një akti të tillë dhe kohë pas kohe janë ushtruar në besim, janë përfshirë në jetën e një besimtari dhe janë rehabilituar nga pikpamja psikologjike dhe të shëndetit mental. Më duhet të pranoj se unë nuk jam profesionist i cili do t'jetë në gjendje të vlerësoj se filani i cili flet me ty ka që rregullime mentale apo jo. Mirë po, njëkohësisht vinë njerëz me halle të ndryshme, vinë për të qajt, për të rrofy, nga njerë ndoshta kanë problemet natyrave cilat e dinë se hoxha nuk mundet me ju ndihmu. Mirë po, thjesht e kanë gjetë njeriun të cilit bën mja besu problemin e vetë edhe i duket se ai do të participoj bashkë me te në mbartjen e asaj bare. Dhe sigurisht që shpesh ka raste, janë të përditshme me nivelet ndryshme, gjithsesi jo, ndoshta nga ato më serioze. Mirë po, unë do të thoja, Ermir, se ne gjithmonë si hodë që janë, me kolegët e mi, tek njerëz do të mbjellim një bindje e cila do të jetë e paluhatshme. Jeta dhe vdekja janë kompetencë ekskluzive e krijuesit të gjithësisë. Dhe çdo njeri i cili synon që t'i përzihet në këtë kompetencë krijuesit fuqiplot, në një farë mënyre ai përpiqet të rrëmbej për vete një pjesë të hyjnisë dhe për këtë arsye vrasja është krim kaq i rëndë. Dhe unë i them njerëzve, me çfarë date ke lind, kam lind me këtë datë. E ke zgjedh? Jo, nuk e kam zgjedh, por nuk ke mundësi ta zgjedhësh as datën e vdekjes. Në anën tjetër, jeta ka plot gjëra të bukura të cilat akoma nuk i kemi shijuar, andaj do thjesht mëkat ta prijojmë vetes nga mundësia për të shijuar ato gjëra të bukura. A është edhe vetvrasja ose depresioni përgjithsisht dhe mungesa e përgjigjeve për disa pyetje që janë qenësore për shëndetin mental të njeriut? Pse dhe ku? Po marrim dy pyetje të bazë. Me siguri që po thash njeriu i cili dështon në ndërtimin e urës me veten, me qenien e tij shpirtërore. Njeriu i cili është i ballafaqur me krizë të madhe ekonomike, sociale ose një problem të madh përpara vetes. Njeriu i cili ka në vete potencial gjenetik në familje, sepse dihet që numri i vetvrasjeve në familje të cilat kanë pas vetvrasje përpara është shumë më i madh se sa në ato familje ku s'ka pas. Pra bëhet fjalë për një potencial gjenetik. Pra ky individ nuk ka përgjigje në shumë pyetje. Dhe mungesa përgjigje në shumë pyetje është të kurzuar me ato çrregullimet biologjike që i përmend. Unë thash edhe një herë, çdo vështirësi mendore është reflektim i çrregullimeve biokimike në tru. Janë studime që i kanë dokumentuar, ka incizime, ka sot procedura diagnostike cilat e dokumentojnë shumë qartë rënjën e nivelit të serotoninës, për shembull në korteksin prefrontal, në grupet caktuar të ganglioneve në korteksin prefrontal. Ka mekanizma, ka incizime, siç është tomografia pozitronike, që tregon ngritjen e dopaminës të pacientët me skizofreni dhe paraqitjen e halucinacioneve, ideve deluzive etj. Pra, është organike, mund të intervenohet, ka medikamente, ka mënyra që ndihmohet. Prandaj kur njeriu ballafaqohet me ato pyetje që thatë ju, me ato pse që nuk ka përgjigje, nuk ka nevojë me ngel nivelin filozofik të meditimit dhe të mendoj se mbasi s'ka përgjigje racionale, atëherë pas ka mbaruar puna. Jo, nuk marron çdo gjë me racionale. Ekziston edhe shpirtërorja, ekziston edhe emocionalja, ekziston zemra, nuk është vetëm mendja, por zemra, mendja është shpirti, është trupi dhe duhet pasi tërsi. Pra ka mundësi të ndihmohet. Porosia është në momentin kur hetohen problemet, duhet lajmëruar, duhet bisedu, nuk duhet mbyllur, tërhequr, strukur dhe në farë mënyre të nënshtroher stigmatizimit ose shenjëzimit, se për fat keq shoqëria jonë me vite tëra ka jetuar me ato bindje se nëse ke probleme të natyrës së shëndetit mendor, ke vështirësi mendore, ti je gjysmë i çmendur ose i çmendur. Kjo nuk është e vërtetë. Absolut nuk është e vërtetë. Një lloj, unë shpesh e marr këtë shembull me pacientët e mi. Një lloj sikur kur shkoni te një mjek se keni kollitje. Shkoni te mjeku, keni kollitje, po juve nuk ju shkon mendja se keni kancer të mushnive. Ai kanceri mushnive e ka simptom kollitjen, po janë 99 sëmundje tjera që e kanë simptom kollitjen. Edhe këtu, lajmërohet frika nga vdekja, nga çmenduria, lajmërohen trauma shpejta të zemrës, marramendje, kriza të ndryshme, mendon se mbarova. Nuk jenë rrugë për të çmendur. Nëse çmenduria është asocim i kancerit, atëherë janë 99 probleme tjera të shëndetit mendor që s'kan lidhje me çmenduri.
Prandaj duhet kërkuar ndihmë, qetë, pa turp dhe në këtë mënyrë e gjen rrugën shumë shpejt prej këtyre problemeve. Dhe sfundi ju jeni komplementar dhe nuk e kundërshtoni njëri tjetrin, kemi të bëjmë me një hoxh dhe kemi të bëjmë me një doktor, apo jo? Unë nuk pretendoj se i di ato të cilat i tha doktori, kështu që pajtohem. Ermir, asnjë njeri nuk është komplet. Dhe se cili njeri mendoj më i ditur është ai i cili e di se nuk di. Kështu që unë e di se këto gjëra të cilat i tha doktori nuk i di edhe për mua ky është autoritet gjithsesi. Mirë po e them Po e them edhe unë dy fjalë se me Hoxhën Ekrem ne kemi pas rastin shumë herë me qenë në debate të tilla para një auditoriumi dhe thellësia e mendimit të tij për Islam, thellësia e njohurive të tij të fesë islame dhe mënyra se si ai i ndërlidh këto njohuri me jetën praktike, me problemet të përditshme të njerëzve, mua më ka jap shumë kënaqësi edhe sigurinë punën time. Sepse ne ballafaqohemi me problematikën e njëjtë nga kënde të ndryshme dhe komplementariteti është këtu fakt. Mirë, besoj që ishte mënyra edhe më e duhur dhe më logjike për ta përfunduar këtë bisedë ku kam të drejtë mendoj dhe kam dëshirë të mendoj që shumë njerëz që na kanë dëgjuar në këto momente mund të ketë prej atyre të cilët kanë jetuar ose jetojnë në kufit delikat të ekzistencës ose të mënyrës të menduarit të ekzistencës, në të jetoj apo mos jetoj, të kenë përfituar për të vazhduar jetën dhe për të përfituar prej saj, prej çasteve të bukura dhe kuptimësisë së drejtë. Të nderuar teleshikues dhe ju audiencë e nderuar, ishte një emision kushtuar shëndetit mendor me doktorin e njohur Ferit Agani, një herë është dhe ministri i qeverisë Kosovës dhe me hoxhën e nderuar Ekrem Avdiu. Bashkë në takofshim. محمد صلى الله عليه وسلم سلم النبي